Thuhet se Gjon Shllaku, përkthyesi i veprave homerike nga origjinali në shqip, ka thënë se përktheva Homerin nga shqipja në shqip, por provat që ai kishte nuk u paraqitën askund. albanianweb.eu do të jetë faqja jonë e re në të cilën do të mund të gjeni dhe lexoni falas libra me vlera për studime historiko-gjuhësore pasi të regjistroheni. Gjithçka falas pra, që të mësoni të vërteta të pathëna. Shqipja për te qytetërimeve. Një studim i studiuesit të pavarur Asqeri Boçi të veprave të Homerit. Studiuesi arrin në përfundimin se vepra e parë e plot e shkruar në gjuhën shqipe është Iliada e Homerit. Pra, homeristja është një variant i shkruar i gjuhës shqipe arkaike. Libri është një aktakuz karshi linjë zyrtare dhe në sinkron me vijën e demarkacionit të vendosur nga profesor Petro Zhej, Robert Angeli, Jorki e të tjerë, por me fakte të nxjerrë nga vepra që datojnë 28 shekuj më parë. Mirë po, opinioni publik, konsensusi i ekspertëve, thonë se nuk ka më debat në këtë çështje. Tashmë shkenca ka thënë fjalën e fundit se homeristja nuk është shqip. Po a e dini ju ç'do të thonë në gjuhësi këto shprehje si opinion publik, konsensus ekspertësh dhe më e forta është shkencërisht e vërtetuar? Shkojmë pra të shohim se çfarë janë këto shprehje. Fjalë të shpikura nga elita të cilat kanë për qëllim manipulimin e njerëzve. Sot do të analizojmë se si hapet një temë, si shtjellohet dhe se si mbyllet automatikisht. Pra, një paketë e gatshme fjalësh të cilat mendimin tënd thjesht e nxjerrin të pavlefshëm. Dhe të gjitha këto nga disa fjalë që në dukje të parë janë të pafajshme. Ne do t'i emërtojmë këto algoritme gjuhësore. Algoritme gjuhësore pra si na mbyllin mendimin me fjalë. Sot do të analizojmë fjalët publik, opinion, konsensus dhe bashkimin e tyre. Duke në fjalë të zakonshme apo jo? Të zakonshme sepse i dëgjon për ditë, por ta dish se këto fjalë nuk kanë dalë nga evolucioni gjuhësor i njerëzve të thjeshtë, por fjalë të katapultuara nga tavolina e elitës tek mendja jote. Në një vijë logjike, publiku formon opinione të cilat, kur përputhen gjerësisht, çojnë në konsensus. Më pas dalin ekspertët e të thonë se është shkencërisht e vërtetuar tashmë. Apo jo? Ja ti marrim me radhë të zbërthejmë e të shohim se si mendimi jot nuk është më i vlefshëm duke përdorur formulën që ti kujton se je pjesë e vendimarrjes. Fjala e parë publik. Leta filloj me një fjalë shumë të zakonshme pra. Në interes të publikut. Pyetja ime është e thjeshtë. Kush është ky publiku? Sepse në atë fjali askush nuk flet konkretisht. Askush nuk merr përgjigje, por thjesht vendimi justifikohet. Shembulli real. Siguria publike kërkon masa. Ose shëndeti publik është prioritet. Ose më e bukur akoma, rendi publik u cënua. Këtu fjala publik nuk informon, ajo hap derën e ndërhyrjes pra, që dikush të ndërhyjë. Në çastin që diçka quhet publike, ajo pushon se qeni plotësisht e jotja. Pra publik nuk je ti, e as ajo që ti mendon. Hapi i dytë, opinion.
Tani shtohet fjala opinion. Opinion nuk është dije, opinion është ndjesi, përshtypje, reagim. Shembull, unë kam opinionin tim. Mirë, po çfarë ndodh kur ky opinion matet, pyetet, publikohet? Këtu fjala përdoret për tjetër gjë. Shembull konkret. Sondazh televiziv. A jeni dakord me këtë mas? Pyetja. Nuk zbulon mendimin tënd, e prodhon atë në çast. Ti nuk reflekton, ti reagon. Pra opinioni matet nga dikush që i vendos metrin e tij. Momenti kritik tani, kur bashkohen të dy fjalët, opinion dhe publik, dhe kemi opinion publik. Tani vjen kombinimi i rrezikshëm, shikoni fjalinë. Sipas opinionit publik. Një shembull tipik tani që ti i dëgjon për ditë. Opinioni publik është i shqetësuar. Ose, kjo ka shkaktuar reagim në opinionin publik. Dhe tjetra më e bukur akoma. Opinioni publik kërkon përgjigje. Këtu ndodh zhvendosja. Mendimi jot individual zhduket. Vendimin e tij e merr një mas anonime. Dhe kjo mas flet pra në emrin tënd. Dhe më e bukur është se dhe ti që ke mendim ndryshe bindesh më në fund se kështu na qen ka puna. Mesazhi i fshehur i bashkimit të dy fjalëve, pra opinion publik, është: nëse mendon ndryshe, je jashtë normales. Askush nuk të bind, ti vetë censurohesh. Fraza finale tani, konsensus publik. Tani vjen pra fjala më e fortë. Ti dëgjon, ka konsensus publik. Shembull konkret, ekspertët bien dakord, tjetër kjo e bukur. Ose ka konsensus shkencor. Shoqëria është dakord. Në këtë pikë debati shpallat i mbyllur, kundërshtimi bëhet i sikletshëm dhe pyetjet duken të vonuara. Ti si individ mund të mendosh ndryshe, por ndihen se me sa duket gjithçka nga qen ka zgjidhur. Dhe aty ndodh gjëja më e rëndësishme. Mendimi yt nuk rrëzohet, ai ndalon se ekzistuari. Zinxhiri tani i dukshëm për publikun. Le ta shohim lojën e plot. Publik krijon masën, opinion krijon reagimin, opinion publik krijon një presion për të zgjidhur diçka, dhe konsensus publik krijon heshtje. Ky pra nuk është debat, ky është algoritëm gjuhësor. Fillon dhe mbaron kur ata duan pra. Dhe ti në fund je i bindur se tashmë gjithçka është zgjidhur më së miri, apo jo? Ja një shembull i plot i përbashkët. Le ta vendosim në një fjali reale. Shikoni tani. Në interes të shëndetit publik, sipas opinionit publik dhe konsensusit të ekspertëve, kjo mas është e domosdoshme. Pra, për shembull, vaksina duhet bërë. Në atë fjali, publiku nuk pyetet, opinioni nuk debatohet, konsensusi nuk shpjegohet. Por ti je tashmë i bindur se gjithçka është zgjidhur. Pra në këtë lloj fjalësh mendimi yt si njeri dhe kur është ndryshe nga ajo që u tha, neutralizohet automatikisht. Jo sepse je bindur, por sepse bindja i paraprin mendimit tënd. Nëse je i vëmendshëm tani, po kupton se realiteti është një botë e ndërtuar nga fjalët e dikujt tjetër.
Një tjetër nga kodet më manipuluese, ndoshta më i përdorur i sot sepse duket racional, është thënia ekspertët thonë. Ky është kodi që zhvendos argumentin me autoritetin, pra. Pse është kaq i fuqishëm? Ekspertët thonë nuk përmend kush konkretisht, nuk shpjegon pse, nuk paraqet si është arritur në përfundim, por krijon me njëherë këtë efekt. Ti nuk je kompetent për të gjykuar. Debati nuk ndalet sepse ka kundër argumente. Ndalet sepse ti përjashtohesh nga e drejta për të menduar. Shembull konkret, ekspertët thonë se kjo është zgjidhja më e mirë, ose sipas ekspertëve nuk ka rrezik. Dhe më e bukur, ekspertët bien dakord. Këtu ndodh truku, pra. Eksperti zvendëson faktin, titulli zvendëson provën, autoriteti zvendëson arsyetimin. Në vend që të thuhet ja të dhënat, ja metoda, ja kufit, thuhet ekspertët thonë. Kjo fjali ngrin mendimin, justifikon vendimin dhe mbyll pyetjet. Pra gjithçka është e zgjidhur tashmë. Formula shpesh është në këtë mënyrë. Sipas ekspertëve nuk ka alternativë. Në këtë pikë morali e hap rrugën. Autoriteti e mbulon dhe domosdoshmëria e vulos. Kjo është struktura e komandës moderne, pra. Përkufizimi i zhveshur i ekspertët thonë është i barabartë me kodi që e kthen dijen në urdhër dhe qytetarin në dëgjues. Jo shpjegim, jo dialog, por delegim i mendimit. Pyetja që e çaktivizon këtë kod është, do me thënë sa herë që e dëgjon këtë kod, ekspertët thonë, ti pyet. Cilët ekspert konkretisht? Me çfarë të dhënash? Me çfarë kufish? Dhe kush përfiton nga ky përfundim? Mirë, po ke shprehje plot të tjera, për shembull identike. Është shkencore, për shembull. Ose studimet tregojnë. Ekspertët thonë. Është shkencërisht e vërtetuar, tingëllon përfundimtare, nuk lë hapësirë për dyshim. Krijon autoritet absolut. Por paradoksi është ky. Shkenca reale nuk flet kurrë në këtë mënyrë. Shkenca reale thot sipas të dhënave aktuale, ose brenda kufive të studimit, ose në një shkallë probabiliteti. Ndërsa është shkencërisht e vërtetuar, kjo është e zgjidhur, pra mos pyet më. Si funksionon në praktik, për shembull? Është shkencërisht e vërtetuar që shkenca e ka thënë fjalën e fundit, për shembull. Ose këtu s'ka më debat shkencor. Në këtë pikë dyshimi është i barabartë me ignorancën. Pyetja është e barabartë me rrezik dhe mendimi ndryshe është anti-shkencë. Pra, shkenca shndërrohet nga metodë në dogmë. Ky kod fsheh metodën, fsheh pasigurinë, fsheh konfliktin shkencor real dhe bën këtë zhvendosje të rrezikshme nga ja si arritëm këtu tek pranoje këtë përfundim. Pyetja tani që e çarmatos të kod është sa herë që i dëgjon është shkencërisht e vërtetuar, pyet nga kush, me çfarë metode, në çfarë kushtesh, me çfarë kufizimesh dhe çfarë mbetet ende e hapur. Sepse në momentin kur asgjë nuk mbetet e hapur, ajo nuk është më shkencë. Është një dogmë,
është ideologji me uniformën e shkencës. Pra me sa dëgjuat në këtë video, kur dëgjoni fjalën publik, opinion publik, konsensus publik, a është e vërtetuar shkencërisht ose ka konsensus ekspertësh? Duhet të dini se ky është një algoritëm gjuhësor, po ju mbyllin gojën pra, thjesht. Dhe mendimi jot është automatikisht i përjashtuar. Ti nuk je më brenda asaj që quhet normale pra. Pra nga gjithçka që pam dhe analizuam këtu del një përfundim i thjesht dhe i pakundërshtueshëm. Shkenca nuk ecën me opinione, nuk ecën me presion publik, nuk ecën me konsensus ekspertësh të deklaruar pa transparencë. Shkenca ecën me metodologji. Shkenca nuk përjashton metoda vetëm sepse janë të pakëndshme. Nuk fsheh metodën, nuk fsheh pasigurinë, nuk fsheh konfliktin shkencor real dhe nuk e mbyll debatin me autoritet, por e hap atë me argumente. Në këtë kuptim, studimi Shqipja për te qytetërimeve i studiuesit Asqeri Boçi nuk kërkon besim, nuk kërkon bindje dhe nuk kërkon mbrojtje ideologjike. Ai kërkon vetëm atë që kërkon çdo vepër serioze shkencore. Të gjykohet me të njëjtat kritere. Sepse një studim që mbështetet në analizë gjuhësore, krahasim tekstesh, metodë të qartë dhe argumentim të verifikueshëm, nuk ka asnjë arsye shkencore të përjashtohet. Nëse përjashtohet, kjo nuk është më çështje shkencore, është çështje pushteti mbi dijen. Dhe aty debati nuk mbyllet, aty debati sapo ka filluar.